Kemi një ankesë për rastin që ju përmendet. Republika Kosovës rangohet në vendet më demokratike tashmë. Policia Kosovës është institucioni me besueshmërinë më të madhe tek qytetarët e saj. Kjo ndodh edhe për shkak se kemi instrumente që garantojnë sjelljen e secilit pjesëtar të policisë, por edhe të secilit zyrtar të Republikës Kosovës. Patjetër, në momentin që ne jemi njoftuar për këtë ankesë, Inspektorati Policor i Kosovës është angazhuar në hetimin e këtij rasti. Tashmë ju e dini se ky inspektoriat ka rekomanduar dhe eprorët e policisë kanë realizuar suspendimin e 2 zyrtarëve policor. Në momentin që kemi përfundim të hetimeve, gjithsesi publiku jonë do të jetë i informuar mbi të gjeturat dhe masat eventuale ndaj cili do. Dua të përmend pashtu sjelljen absolutisht të papranueshme të presidentit Vučić, i cili një pretendim tenton ta shfrytëzoj për minimizimin e veprimeve të shtetit të Serbisë në luftën e fundit në Kosovë, për tërheqjen e vëmendjes nga të gjeturat, të cilat janë të tmerrshme. Do të thotë kemi zbuluar 3 varreza masive, kemi zbuluar mbi 71 armë të gjata, në vend se Aleksandar Vučić të premtoj bashkëpunim, të hap arkivat e Serbisë për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, ai mundohet që përmes retorikës së tij të devijoj thelbin e çështjes. Ne punën tonë do ta kryejmë. Qoftë në të 2 rastet që i përmendëm së bashku, qoftë edhe në hetimin e këtij pretendimi. Por është koha e fundit dhe Vučić duhet jetë adresa e fundit që ai të ankohet, por duhet të veproj në mënyrë që plagët e shumë familjeve, të personave të zhdukur me dhunë, të fillojnë të shërohen. Gjitha këto dhona të cilat Kosovës i duhen për të zbuluar krimet e luftës, Aleksandar Vučić, shteti i Serbisë i ka. Duhet t'i bëjnë publike, na i dorëzojnë ne, dhe po ashtu të dorëzojnë kriminalët të cilët kanë bërë krime qoftë gjatë luftës, qoftë edhe në periudhën pas luftës deri në ditët e nesërme. Mi thonë të drejtën, duke qenë se ky person ndodhet në arrest në Serbi, nuk besoj se do të ishte e udhës të komentojmë rolin e tij në çfarë do kapaciteti në zbulimin e këtyre varrezave masive. Prandaj besoj se duhet i lihet kohës që edhe disa informata të cilat patjetër Policia Kosovës, po edhe Agjencia Kosovës për Inteligjencë i ka në dispozicion, pastaj të bëhen publike. Shihni, unë nuk harrova të falenderoj ekspertët e Euleksit, të cilët na kanë ndihmuar gjatë procesit të zhvarrimit të mbetjeve në këto 3 masakra. Por po ashtu duhet të ritheksoj thirrjen gjithë akterëve bashkisë ndërkombëtare që të rrisin presionin ndaj Serbisë dhe qeverisë saj në mënyrë që ata të bëjnë publike gjitha informacionet që kanë lidhur me vrasjet e kohës luftës, por po ashtu edhe të dorëzojnë të gjithë kriminalët të cilët gjatë luftës kanë kryer krime në Kosovë. Nuk mjaftojnë deklaratat për media, na duhen hapa konkret në raportin Bashkisë Ndërkombëtare Serbi, në mënyrë që Serbia dhe qeveria saj të detyrohen
të cilën në situatë ku ata hapin arkivat, ju e dini se qeveria aktuale ka vazhdu dosje të brigadave të tëra të mbyll me shpalljen e atyre dosjeve si sekret, do të thotë jo vetëm se nuk po i zbulojnë informatat, por po i betonojnë qasjen e tyre kundërshtuese ndaj zbulimit të informatave. Thënë shkurt, Bashkia Ndërkombëtare, bota demokratike duhet të rrisë presionin ndaj Serbisë në mënyrë që të gjitha krimet të zbulohen dhe plagët e familjarëve të vrarëve dhe të pagjeturve apo të zhdukurve me dhunë të fillojnë të shërben.